Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out. Janë javë në fakt kombëtarëve dhe sigurisht që nuk mund të mos diskutojmë në Sporton këtu në Urban FM edhe për ekipin e Kosovës edhe ndeshjet që zhvilluan tash për këtu 2 javë ditë sa i përket kombëtarëve. Kam shumë kënaqësinë që për herë të parë me pas debatik curi mysafir këtu në Sporton, me cilën do të diskutojmë për ndeshjen edhe fitoren e Kosovës, por edhe pritshmëritë për ndeshjen e radhës e cila vjen ditën e diel. Debatik mirë se kallë, faleminderit që je pjesë e emisionit. Mirë se jeta, faleminderit për ftesën. Po nisi kështu, normalisht që fitoria ashtu që qahum mësu dhe qahum ni i mbulon krejt ato birat edhe gabimet që mujna me gjetë, po për fillim qështu ka dok ekipi i mbrëm me një formacion me disa ndryshime për shkak të mungesave, qështu komenton? Mund personalisht posh një Kosovë shumë kërkuese, sa për këtë lojës me dëshirë prej minutës por deri minutën e fundit për me mbrojt rezultatin. Unë kam thonë më herët te treneri Fuda shon një seriozitet edhe një ndryshim të lojës e trenerit paraprakës i cili ka qenë. Gjithë futbollistët të cilët ka luajtur pa marrë parasysh kush ka luajtur, pa marrë parasysh mungesat që shëthate, mendoj që kanë dhënë maksimumin për me nxjerrë një rezultat pozitiv. Edhe pse në disa raste normalisht kemi mund me pësu nga një kundërshtar i cili nuk ishte as pak i lehtë, po mendoj që me merit është arrit fitoria. Na kemi edhe një lojë kthyese pas 3 ditë ose 4. Edhe mendoj që edhe në atë lojë do të qasme, po me këtë qasit të cilën e patën këtë ndeshjen e që lojtëm, edhe besoj që ndoshta kemi edhe një përparësi që ata nuk do luajnë në stadiumin e tyre, do luajnë ndeshja në Spanjë, kështu që është një teren neutral edhe është normalisht nuk do ketë shumë mendoj tifozët atyre që do i përkrojnë edhe nuk do mundin me zhvillua ndeshjen të cilët e bojnë në Island, me ato topat e gjatë, me atë presionin të cilën e bojnë. Se më ka ose me luajta në Island, kështu që e di që është një presion shumë i madh nëse luan në atë shtet, është temperaturat shumë të ulta, atmosfera është pak e zëmt se përket kur shkosh atje se është një ndryshim klime. Kështu që është shumë vështirë me luajt. Mendoj që Spanja neve na konvenon se përket klimës, më shumë na përshtatet neve se atyre. Kështu që është një përparësi. Okej, edhe pse rezultati është i ngushtë 2-1 edhe jap lojë të hapur në kuptimin e rezultatit, po debatoj diçka që është shumë interesante lojtari i ndeshjes në ndeshjen që u zhvillua në Prishtinë, ke Aro Murić me notën më të lartë prej këtyre faqeve të cilat e bujnë këto vlerësime 8.1, sidomos në pjesën e dytë pa disa intervenime shumë të mira. Qaloj mbrojtja apo për një mend do raste edhe Islanda bën një lojë të mirë se ndoshta na po thojmë Islanda shtet i vogël s'ka, po mendoj që këto kanë investuar dhe ka shumë ekspertë anglez që vinë edhe punojnë në shtetin e Islandës. Jo, normalisht po është edhe para ndeshjes, gjithatë sidomos faza mes fushës dhe sulmit, të gjithë futbollistët luajnë në nivele të larta në për ekipet e tyre. Po marr parasysh unë mendoj që nuk është në që me momente të caktuara normalisht ndoshta kishim vendosje jo të mirë sa i përket momenteve të cilat na krijuan, sidomos pjesën e dytë, po mendoj që Aro Murić ishte normalisht njeriu i ndeshjes sipas atyre, po sipas meje se bëri një super paraqitje dhe është shumë e fat që kemi në kombëtare një portier të tillë. Unë mendoj që të gjithë portierët të cilët ka qenë kohën e fundit Visari, më herët ka posë portierët të cilët i kemi një farë lloj sigurie të cilët edhe nëse i fusim, po bojnë shumë mirë nëpër ekipet e tyre. Kështu që mendoj që ndeshjen e kthimit nëse ju lejojnë po këtë hapësinë aty në sulmuesve, unë mendoj që ka më shumë problem, kështu që më shpresoj që na pak a shumë kemi material për me analizu kundërshtarin, edhe mendoj që atje do mbrumi edhe nuk do i lejmë shumë kundërshtarë për na kriju raste.
Cili lojtarë përveç Muriqit që edhe në aspektin statistikor të pëlqen kuptimin që është paraqit ose ndoshta i ka të kalu që ato që ke pas të pritshmëri me formacionin startu që kemi pas. Një prej që unë e kom pa dhe është lavdu është edhe Delova që ka pas një paraqitje shumë të mirë edhe mos harrojmë që Amir Ramani pati një lëndim që unë so kom aftësi me pa që e ngandalsonte në duele. Nuk është që shkejke 100% në për duele. Me 2-3 raste po shëllën, po është shumë mirë si kapiteni po morë parasysh dëmtimit se të ne ka pas. Një farë formë i ka shtrëngu dhëmt edhe u fut me përfatësu Kosovën edhe me lujtë në këtë ndeshje. Bile ka dollë kundër edhe Napoli që shkish deklaru dhe vetë. Në kuptimin që s'ka pas në shtë dhe e shoh shumë pozitive këto që një kapiten i cili normalisht e dim vlerat e tina është kur është taj në fush është ndryshe. Po morë parasysh është 100% në ti është 90%. Edhe unë menej që ai nuk ka qenë 100%, se përket edhe ndërhyrjeve të cilat ndonjëherë edhe nuk është që bëjke ndërhyrje për shkak të dëmtimit, por menej që dy qendërmbrojtët ata Delova dhe Ramonin edhe në siguri shumë madhe, po ashtu Muriqi atë sa lujtje luftoi për çdo top për më parasysh. Normalisht ka pas lojtarë të cilët kanë mujt me dhënë më shumë. Me realist, në për ekipër e tyre ka lujtë shumë ma mirë, kështu që i kishin 2-3 momente, edhe Rashica nuk është që po bën volim të lojës, po kur po del të rastin, mendoj që nuk po është shumë konkret, kështu që nësaj kish vendus në 2-3 raste ma mirë, mendoj që rezultati do ishte më bindës. Këtu pat mundësi në ndeshjen ndaj Islandës me debutu një prej 3 prurjeve të reja që kanë qenë për herë parë në ekipën e Kosovës, bëhet fjalë për Demakun, i cili pati disa minuta edhe qysh të dok, sigurisht e ki dy perspektiva që mundesh më tregu se është lojtar edhe si trener. Ndoshta edhe s'pat shumë mundësi me u tregu, po masi ka debutu, po kam qef pak një dy fjalë për to. Thonë drejtën, nuk është që pat shumë minuta, edhe nuk kishte shumë kontakt as shumë me topin, po prapë se prapë ato momentet që lujtë menej që është pozitive që ai ka debutu, edhe nuk është lehtë për çdo futbollist i cili vjen për herë parë edhe debuton, po marr parasysh emocionit se në kohë se hapësina që të cilët në njëftësia me shokët. Kështu që mendoj që pamjet parë është pozitive, kështu që unë shpresoj që ai me kalimin e kohës të ketë më shumë minuta, edhe na përfaqësojmë në mënyrë më të mirë, edhe ti i ka, domethënë, ka shokë të cilët mundet mi po, se qysh do të me luftu për një fanel të Kosovës, edhe mas mirë është ai këta trit kur vinë e shohin lojtar me përvojë edhe e demonstrojnë lojën e ardhshme, të cilët besoj që kanë kënd me po. Një tjetër gjë që më ka rënë sy në ndeshjen që kesh, menja në pjesën e dytë, treneri Fodaj bëri 2 lëvizje, edhe në ato që ka mujta me lexuar në disa portale, u konsideru si një veprim i mirë për shkak që lojtarët të cilët u zaventsuan nuk është që u vrejtën themi në pjesën e parë. A ndodh shpesh ose a vlerësohet çështu situata trener kur nuk ka produktivitet menja në pjesën e dytë? A tregon një farë karakterit që ky zaventsim qysh në pjesën e dytë, po flas karakterin ekipor edhe të trenerit? Jo, këtë është normalisht karakterin e trenerit, se thashë në fillim që ka bërë një ndryshim edhe ne shoh një trener shumë të mirë edhe me karakter. Unë personalisht që jemi vajtimit që normalisht nëse diçka nuk shkon lojën të cilën e ke bërë, ke përgatit, nuk i çka me prit. Se ka plot njerëz dhe trenerë që cilët thojnë është më javën në 10 minuta edhe 15, kur s'ka bë 45 minuta as për 50 se bën. Kështu që është mirë me bëni ndryshim, po marr parasysh treneri dje i doli mirë, më besoj, edhe u stabilizua edhe loja të cilën e kishte planifiku treneri edhe ne përgëzoj për ndrimet të cilat i boni, po marr parasysh kush është. A është një futbollist me provoj, apo një djalë i ri, ai ja ka dhënë mundësinë në 11-shën e parë, ai e ka, domethënë, për me ndrru në çfarëdo minute të cilën vendos ai. Më intereson me ditë, trener, a duhem me ndru qasën, apo duhem me lujtë kështu?
si pyetje e parë dhe nën pyetje, a do të me pas ndryshime thelbësore në 19 të kësaj që kemi pas në ndeshjen e parë. Pra, çysh e konsideron, a duhemi me luajt një lojë tjetër taktike, ndoshta me mbrojt, me prit kundërsojmë sepse kemi luajt kogja mirë, besoj kemi mbajtur topin edhe statistikisht, edhe jemi mundu me kriju raste, edhe qysh përgatitet loja tash në ndeshjen këtu se këtu kogja më edhe lojë mentale që edhe përmend edhe ti. A duhet me pas ndryshime edhe qysh duhem ju çosi pastaj? Normalisht trajneri është ai i cili vendos, po personalisht po mendoj që na ndeshjen e parë kemi luajt mirë, sidomos kur kemi pas topin, i kemi bërë presional. Po ka pas momente kur na kanë zonë kundërsolëm, edhe kemi lënë kogja hapësina shumë, domethënë sidomos në krah, edhe lojtori kryesor i tyre, lojtori me numër 9, kapiteni i cili na bëi ke problem se ishte shumë i mirë teknikisht, kështu që unë mendoj që na nëse të heqmi shumë fell mbrapa, mundem me pas problem, se është një klub, një ekip i cili luan shumë me krosa, me ndërpremje, u kanë qef dy luftimet, kështu që nëse ju bëjnë shumë problem, të jemi kujdesshëm, sidomos kur e humbëm topin mes fush, mendoj që ata nuk mujnë me na bëj shumë problem, se edhe te golli të cilin pësum, mendoj që edhe ato kishte pak na 70 portieri, pak u dosh me kom pak më lart, domethënë se ekipa ishte shumë lart. Kështu që shpresoj që trajneri të analizon edhe normalisht në ndryshim ka me posë, këtu nështë ka lyt shumë me vo shumë presional, nëse vendos prapa atje, unë mendoj që ata kanë me posë më pak shanse. A konsideron debatik, do me thonë, dështimin nëse më me qytë kështu, nëse nuk dalim në ligën B, a konsiderohet si dështim, duke ditur që kur dalim në ligën B, kemi shumë shtete më të forta me cilat kemi u ballafaqu në të ardhmen, po flasim për Nations League. Pra për çdo dy ndeshjes të play-offit, në aspektin e rezultatit, çush e konsideron, a është dështim nëse skalojmë edhe arritje sigurisht se dalim me një pozitë dhe rritet ratingu e gjithçka tjetër, po te kjo pjesë është interesant se krejt po mendojnë ka më bë diçka më ndryshe, po thjesht kemi dalë në grupin B ku janë shtete shumë më të rëndësishme. Këtë ndeshje nuk është që tash na mas këtyre dy ndeshjem kena më kualifiku. Pikërisht. Kemi prap ndeshje po me ekipe më të forta. Kështu që unë personalisht nuk e shoh shumë të lehtë, as nuk e kam po për fillimit këtë ndeshje me Islandën. Islanda nuk është një ekip i dobët, se në karo me lujta, pëse është ndru gjenerata shumë normalisht me litarët e kaluar, po prapë se prapë unë mendoj që ka me qenë edhe ndeshjen e dytë shumë e vështirë. Nëse na kalojmë, unë mendoj që është meritë e gjithë futbollistëve, trajnerit, se cilët e kalojnë një kombëtare shumë të fortë si Islanda. A është e mirë për neve, besoj që është mirë me kalu, me lujt me ekipe më të forta, është interes me madh, futbollistët rriten, tifozët kanë qenë po edhe skuadra më të mëdha në Prishtinë, edhe me lujt kundër tyre me fitu. Normalisht na nëse të ardhmen kena më kvalifiku në Evropian ose në botror, na me dëmëdës do lujna me një kombëtare shumë të fortë. Kështu që për neve është e mirë shumë që na këtë ndeshje në dytë, edhe pse kemi kalu një betejë, kemi edhe një tjetër të martën, kështu që na duhet me kalu edhe ato për me shku tutje. Po duhet edhe një koment kur jemi te Kosova, them kështu testet kryesore kanë me qenë pas përfundimit të këtyre, domethënë kualifikimet për kampionatin botror, ku Kosova është në grup me Sloveninë, Suedinë edhe Zvicrën. Një koment për grupin. Kena shumë entuziazëm kur dalin kundërshtar trener, po tani realiteti po na del ndryshe në fushë. Ndoshta grupi i kalum, krejt kanë thonë edhe me dorë vetë me zgjedh kundërshtar nuk kanë qenë më atlet, po krejt na dolin ndryshe, ishim të parafundit edhe dëshpëruar me paraqitje. Kemi një dy shtete, në fakt edhe Slovenia shumë serioze, po ku mujna me pa veten në këto kualifikime. Edhe pse kemi larg, nuk dihet a ka me pas lëndime, gjithçka ka shumë faktorë ndryshëm, po çka mujna me fol sash për sash. Të bëjmë realist, normalisht kualifikimet e kalum e kemi post një grup shumë atlet. Edhe nështë kemi post të shanse tona, që me kalu mos me metë para funit, po të paktën me qenë dytë, edhe me luftu për vend e parë. A duhet më dorëzu normalisht që s'dohet. Na kemi
kemi cilësi, po ju menoj më shumë se këtu kombëtarët e se kena në grupë. Edhe Slovenia, Suedia, Zvitra, e dim çfarë futbolli luajnë. Unë menoj që shancat i kemi luajt edhe me Zvicrën, edhe me Sloveninë, kemi mundësi me nxjerrë rezultate. Kështu që duhet me jemi luftu. A ka me konë shumë vështirë, ka me konë se ato kombëtarë janë shumë përvoj, edhe në radhët të tyne kanë shumë lojtarë të mirë, kështu që në menoj që ka me konë shumë vështirë për me kalu këtë grupë. Po marrë parasysh, por na duhet me luftu sidomos me himi luftu për vend e parë, nëse na mujnë me nxo vend e dytër, menoj që është pozitive për neve. Edhe arritje mirë. Nuk besoj debatek që ka dikush ose je për njerëzve që mundesh ma tregu mas mirë ti një temë që është jashtëzakonisht e diskutuar që po ndodh me themi largimet e lojtarëve të Kosovës që shkojnë te Shqipëria, që për mendimin tim nuk është gjë e keqe, por ecuria se si shkojnë disa prej tyre, po na lënë far shije të hidhur. Ti ke qenë vetë reprezentuesi kombëtarës Kuqezi, ku na kemi pas veç atë kombëtare me përkrah kuptimin sportiv, po tash e kemi fatin një ditë të këshirëm Kosovën, tjetër një ditë të këshirëm Shqipërinë. Te që kjo problematikë që u bë shumë buj me rastin e fundit, po çdo herë po ndodh, po vinë edhe lojtarë të ri, çysh e komenton ti? Unë veç për më ndërlit te tema, domethënë po i zhvillon krejt gjeneratat, pezojmë te Kosova, edhe po shkon fund te Shqipëria, apo bëhet tani buje e madhe. Çysh është komenti jot? Ti vetë e ke pas eksperiencë me qenë reprezentuesi i kombëtarës Shqipërisë. Na kur kemi arrit edhe kemi qenë të luajmë në nivel të lartë, normalisht në atë kohë Kosova s'ka qenë e pranuar dhe nuk kemi mujtë me përfaqësu Kosovën. E kemi pas vesh një shtet të cilët kemi mujtë me lujt për ta dhe u konë Shqipëria. Që normalisht ndër e kemi pas gjithë një herë me lujt për Shqipërinë. Edhe me përfaqësu flamurin, kombin tonë. Po, kjo pyetje se përket pas pranimit të Kosovës, më menoj që çdo futbollist është ai që shka ndjen. Unë personalisht nuk është kështu me ja bo qefin as këtyre as atyre, po unë menoj që kjo është vetë që ndjen si futbollist. Po të them personalisht, unë kam diskutuar edhe më herët, na për shembull kur e kemi diskutuar këtë temë edhe kur kemi qenë pjesë e kombëtarës së Shqipërisë, për punën e Kosovës, a ka më pranuar, nëse pranuar çka do bëjmë. Është diskutuar kjo, se kemi qenë për 10 veta në për grumbullim, për 10 veta kemi qenë. Edhe ka pas mendime ndryshme, kemi lënë kur të pranohet me vendos. Po, pastaj ishte shumë vonë, normalisht u zgjata pranimit, delit e pranimit. Personalisht, po them për veten, unë ndër kam pas me lujt për Kosovën e herë. Paktën në ndeshje me zhvilluar me panelin e Kosovës. Edhe pse kisha lujt shumë me të ndeshje. Aja ndër më ka realizu me një ndeshje kundër Turqisë, kam lujt për Kosovën, edhe pse kam qenë në atë kohë pjesë e Shqipërisë. Ka qenë Albert Bunjoku, që Dibjazin e ka telefonu, në atë kohë s'kishte mbrojtësa, edhe më tha Dibjazi, apo kështu, ma të regojnë statë, më tharë, po më me gjithë qeve, dhe isha në Ukrainë, kam ulltu dikon 24 orë me tren, pas pushtimit Krimes nga Rusia, kam ulltu 24 orë me tren për më orë me lyqa ndeshje. Kam lujtë ndeshje, mas 3 ditë kam shku në grumbullim me kombëtarën e Shqipërisë, kam lujtë kundër Polonisë, në Zvicër është zhvilluar ndeshja. Kështu që kam sakrifiku, kam pas dëshirë për me ardhur në ndeshje, në dëshirë me ardhur. Edhe për që ta thash fillim, është çka ndjen ti, çka ndjen. Normalisht është shumë keq për përfaqësuesin e Kosovës, një futbollist me tik në të formë, për shembull, nëse ti i ke bë krye gjeneratave, je kapiten i unistënishave tash me një moment, ti vendos me përfaqësu Shqipërinë. Po unë ato terma tjera që përket stratar ato mendoj që janë të tepëra, më përdor, po marr parasysh kush ku ka lujt, edhe kush çka luan. Krejt jemi shqiptar. Na kur s'po luan Shqipëria me Kosovën,
pisha shumë njerëz përkrojnë Gjokën, Shaqirin, kur kanë lujt për pa marrë parasysh ku ka shqiptar në përkombëtare tjera. Kemi shef kur luajnë kundër ne skuadrë që ata shqiptar me përfaqësu në mënyrën më të mirë. Po është mirë si çka ndjen te me shku me përfaqësu, je lind Kosovë, është mirë nëse ty t'u ka dhënë mundësia, nuk ta kanë, ç'më thon, nuk kanë neglizhu për shembull Kosova aty, po ty t'ka marrë, t'ka bo kapiten një lojtar kryesor, edhe te normalisht ai vendos prap me shkumin e kombëtare, një këmbë, ç'më më thonë jonë, kështu që unë nuk e shoh të keqe, po prap thash fillim. Unë për shembull kam pas atë mendim për vete, më ka realizuar ëndra kam pas me lut. Jetojmë këto, është mirë me përfaqësu njerëzit tonë. Ama që kjo dëshira që ke pas ti, po besoj që po mungon për shkak edhe thash rrethonave të ndryshme debatike. Dëshirën do të më pos gjithë. Pa marrë parasysh unë një dokumente në ditë pe ekstranerave analistave, të cilët thonë jo smujna na mi pos 20 lojtar të njëjtë. Për shembull me kvalitet. Unë nuk e shoh absurde ato, për shembull, po marr parasysh që se këta mendojnë në atë farforme që na do të më pos një shumë të fortë, një shumë dopt. Edhe tash ky më i dopt që është mos më bëj shumë zhurmë kur luan ai më i mirë. Ai është gabim. Ti dëshmimor 20 vet ku janë më të mirë që të përfaqësojnë më së miri, po marr parasysh ku luajnë ata. Ti nuk ta garanton kërkosh vendin kombëtare. Normal. As nuk dosh më kërku. Personalisht mendoj që na do të më shkuën kombëtare si po thjesht sikur më shkuën me thirrur Kosova për më shkuën në ushtri. Edhe me përfaqësu kombin, ata japin 1 minutë, a 3 minuta, a 30 sekonda, a heq. Ti dosh më përkrah kombëtaren në mënyrën më të mirë. Që kjo po mendoj që është problemi kryesor. Edhe Franca i ka 20 futbollistë, këtë luajnë nivele më të larta, edhe ai mund të më morë dën lig parë, dën lig 3 që më smjau prish aty ne, po ai merr 20 mirë. Më të mirë, normal. Edhe ka ndoshta vend halo për më shumë, po na do të më sentu më morë këtë më të mirë, ku janë më të mirë, shumë që janë më në formë, që mujmë na, që kanë atë dëshirën që kur të japet golla, për shembull dje poshtë në grup shumë të mirë, për shembull në momentin kur ai shumë gollu që shumë krejt, këtë shumë fush. Edhe këta në bonk, edhe ata në fush, që ashtu në do të më konë, jam u gëzu kur në shukë e më gabën. Normalisht. Po flasim pak edhe për kombëtarën e Shqipërisë, kanë minis kualifikimet pikërisht për kampionatin botror. Shqipëria është me një grup kogja interesant, ku e ka Anglinë, e ka Andorrën, e ka Serbinë, edhe e ka Latvinë ose Letoninë. A ka gjasa me bu edhe një hap, domthonë 2 herë rresht është kualifikuar kampionatin, rresht jo, po është kualifikuar 2 herë në kampionat evropian, edhe duke pas një farë organizimi, punën që e bën Silvinio të paktën për jashtë, ai ka gjasat edhe mundësitë Shqipëria me kualitetin cilësi që ka me pa edhe në kampionatin botror? Shqipëria ka një grup të fortë, realisht, po edhe Anglia edhe Serbia janë 2 kombëtarë shumë të forta. Po, a janë shancat, në mënej që Shqipëria i ka shancat, për arsye që edhe ka mësuar rrugën, pak a shumë që shme shku deri te çaj suksesi. Është shumë vështirë një herë me kualifiku, jo 2 herë, 2 herë është mënej që është më lehtë pak. Për shkak të atmosferës, grupit edhe dëshirës që ne kanë. Janë një grup i cili po luajnë në nivele shumë të larta, normalisht në për ekipet e tyre ka futbollistë që luajnë në klube shumë elitare. Kështu që sonte apo ka me fillu, domethënë ka me fillu edhe ai rrugtimi i tyre, mendoj që në ndeshje hapse shumë të fortë kundër Anglisë në Angli. Nuk është që nuk kemi shansa tona, se Anglimi e kemi po edhe në kalumen që ka lëshu pikë pe i skuadrave, domethënë më dopta. Por mendoj që tash me ndrimin e trajnerit mendoj që kam pas Anglia një tjetër frym edhe një tjetër paraqitje në fushë. Kështu që mendoj që ka qenë shumë vështirë këtë ndeshje e parë. Po edhe me hub kundër Anglisë mendoj që shancat na do të njek në për ekipet tjera të cilat janë normalisht në nivel pak të barabartë me neve. Barabartë. Për fund debatik, po du me vetë, deri kur ka me pushu debatiku si trener. Di që ki kontakte, trasin klube, trasin njerëz kompetent, po sigurisht jetu prit diçka cila edhe për ty është e përshtatshme me vazhdu punën e trenerit. Unë mendoj që në ato klubet
që kam qenë edhe në Prishtinë edhe të Suarika që isha deri në dhjetor. Mendoj që kam bërë një punë të mirë, edhe kemi pasur edhe rezultate. Unë personalisht kam qenë më shku ndoshta një klub pak a shumë që ka ambicie dhe mujna me luftu për diçka. Normalisht kemi edhe kontakte, po do presim normalisht me një moment në projekt diçka pak më serioz, kështu që mendoj që në momentin që do ulmi do diskutojna edhe do vendosim se ku do vazhdojmë karrierën. Diçka që më kujtu për fund, që kam ra me pas intervistë me ish futbollist që tash më trener, apo ja din hallin tash trenerit si trener, sepse krejt futbollistat thonë nuk ka që mendon ndoshta shumë punën e trenerit derisa s'bosh vesh trener. Ja, unë kam thonë edhe më herët që domethënë pozicioni i trenerit dhe i lojtarit nuk kanë kurrë përbashkë përpos qësoj fushës atë rezultatet që të kanë. Normalisht kur je si lojtar e këshyr punën tonë pak a shumë ku e jap maksimumin në ekip për detyrë, kështu kur je trener, dush me i këshyr 30 karaktere ndryshme. Njëri e dën me bisedu me të, njëri e dën me bërtit, tjetri e dën me lëvdu, me çu në qiell edhe pse ndoshta nuk e ka çat merit, po ndryshe s'mundesh me nxjerr maksimumin atij futbollisti. Kështu që futbolli është një farë sikur instrument muzikor, pak kjo harmonika, që thënë kështu, më po të mos e lësha, kështu që mendoj që na treneri personalisht do të më konë shumë komunikues me futbollista. Nuk është koha që shkon më herët para pas 20 vjetë, që treneri u konë një diktator edhe general është s'ka komuniku me futbollista. Tash edhe futbollistat e ri kanë ndryshu. Nuk është për shembull një 16 vjeçar vjen në ekipor edhe nuk ka kurfar respekti për ato 30, se do më janë zëvënen. Përpara neve, për shembull, na ka ardhur një fort tërp kur na hinë zhveshtur, kur kena bërë gjithë ata lojtar me emër, edhe në Prishtinë kur kam hyrë për herë parë në ekipin e parë. Kështu që mendoj që ka ndryshuar komplet çësia, tash çësia e trenerit është shumë determinante në çfarë aspekti. Është duhet më kon shumë komunikues me futbollista, që me ta maksimumin çdo lojë, që kur nuk e shtesh me lut, ai prapë me ta maksimumin për bonkes. E përkro shukun, përkro në zhveshtore, përkro jashtë, kështu që ti dësh me bot të rëndësishëm edhe ato 30-in, si kur këto të parën që e kështi. Edhe mendoj që qaja është një farë qelësi i suksesit të një treneri që na normalisht me kalimin e kohës ka ndryshu edhe aja qosja që se nuk më herët. Debatek, falenderoj shumë, diskutuam përveçse për senet kryesore sa i përket këtyre javëve që janë ndeshjet e kombëtarëve, edhe përveçse që do të ritakohemi pra bashkë, uroj shumë suksese edhe ishte kënaqësi pas për herë parë në emisionin sportan. Shumë faleminderit për ftesën, ju përgëzoj për kë emisionin të cilët e bënë, ju kam përcjellë më herët, kështu që është më vend. Faleminderit shumë faleminderit. Ishim me Debatik Curin, diskutuam për Kosovën, diskutuam për Shqipërinë, por edhe për punën e trenerllakut, edhe shpresojmë që shumë shpejt Debatikin ta shohim në Super League duke udhëhequr ndonjë ekip. Ka sa përket kësaj interviste ne do të takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.